Qeveria ka miratuar një vendim për subvencionimin e shoqërive të transportit publik, me qëllim mbështetjen e operatorëve për përballimin e kostove të karburantit. Ministri Enea Karakaçi deklaroi se masa parashikon kompensim për naftën në vlerën 50 lek për çdo litër të konsumuar nga subjektet e transportit. Është një akt i rëndësishëm i marrë në kuadër të masave subvencionuese që qeveria shqiptare ka marrë në kohën e krizës së hidrokarbure dhe bëhet fjalë për masën e subvencionimit për transportin qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Kujtoj që para rreth një muaj ne jemi ulur me shoqatat e transportit si dhe me përfaqësues të bashkive bashkë me Ministrinë e Ekonomisë dhe jemi ulur në tryezë dhe kemi dëgjuar gjitha shqetësimet dhe problematikat e tyre. Në atë kohë ne dhamë fjalën që do kishim një masë subvencionuese, siç kishim edhe në kohën e vitit 2022 dhe konkretisht sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Sipas tij, vendimi synon të lehtësoj barrën financiare të kompanive të transportit, të cilat prej kohësh kanë kërkuar mbështetje për shkak të rritjes së kostove operative.